A më interesant, thash me vete, e kam lodh kokën time, ndoshta që javën e parë, vetëm bëj 24/7, vetëm pa ndalë fare, fund për qarë. Më mirë të kisha pak momente cilësor, se sa shumë momenteve Normal. A më nga një randë nuk jam tipi tilë, se unë jetën për jashtë, unë jam gjithë ditën deri natën, vetëm fol, vepro. Po, ama... Unë tani që erdi ky edhe, sikur mbylla pa gojën. Anit, ka po mirë, se me karar, Albajdin, ti fjallën karar. O diti... Ama jo të kishin qitë qysh nominimin e tretë, kështë fluturu ashtu, se këtu ja u kështë pru njerëzve. E njejta, të këshin marri natë njerëzve të kështë fluturu, mos menot që qashtu ti qysh jetu menu... Po kur erdi Limi kisha nominimin e 10. Kanë majtë për arla urla. Po mu më duket sikur ai po më sfumon mua nga loja. Kështu. Ja. Se tani, qa logjike interesante. Vjen ai, 2 javë të para, ky muhabeti me Dolçen. Okej, erdi Prime, i bëri veprat e veta, shumë e vlerësoj. Ekstrem e vlerësoj, se u çudita, me vërtet ngela pa fjalë që mi dha mua. Edhe prisja nga brenda, po edhe çudita. Po tani e bëm për qafimin sot? Nuk i pas. E bëm për qafimin të lavanderia. Jo, po. Bas për qafimit fare, më. As me fol, as me u shpreh, as me u afru, as me ngacmu, as me hedhë në një fjalë, as me qesh fare, zero. Më thot kam gjërat e mia nga jashtë, po mi më i them ti gjërat e tuja i ke nga jashtë, po ai që kur ka ardhi ka ata gjëra nga jashtë, ka 2 javë që e ka atë gjë. Sot e gjeti pas përqafimit? Kur knohen këngët, deri sot, në stop njep të sinjale të këndimi këngëve. Kur kërceja unë, në stop njep të sinjale. Kur rinte me të tjerat, në stop nga largë mjep të sinjale. Bëj llogari edhe mbrëm, kur isha të gjakuzi, mjep të në stop sinjale. Sot që e bëm përqafimin, pikërisht sot u ndalë, pas përqafimit. U mërzita shumë edhe i thash, nuk jam loj. Jo, mos u mërzit, sabre ka selameti. Ka dale, avash si në gjibo dashi, thojnë, ka dale, gjanat vinë të vendive. Ore, po më budale, se unë shemë pas përqafimit, shkoja i flisja ndë një gjë, ikte, si kur nuk egzistoj, thash aty, jenë Terezia, po si në Terezi, qa ju duke bërë, nuk jam loj. Nuk jam me plane, qa është kjo mua betë këshu. Unë e di që kur përqafohesh pas taj, edhe ju e patë se si u skuqën syja i pasi u përqafu me mu. Jo, nuk e pas, veç mërë mirë që e pas. Oke, labi e vëreti për shembu, që u skuqën sy, u mblodh pak. Se as ju kom këqyr bile besan, që ju pas kur u përqafute, që ta bona unë e kuj ki durt, shtrëngoj durt që atë majmen që ta tash, edhe i ke momenti me njerë që kalu në pjesën tjetër, dullëm pja tyjtë. Tani, dollët ju për aty, faleminderit shumë që nga respektuat. Labi, aq idiot, nga lëshu në atë këngën tonë. Edhe i nisit kërcej me mu, kuptan? Labi e hapi derën bashkë me Dolçen, të dy bashkë t'ulen, fjallat në shohin e të dy. Na e prishën komplet fare momentin. Disha, edhe unë, kër e pashi thash jo, t'lutem, unë s'mund marrë pjesë momentet tila. Fap dola, nuk mund kërcej këngën tonë bashkë, mënyrën si nisi a i, ju i këtë nga respektut, futet labi si el Dolçen brenda. Privatësia mbetet privatësi, me ndojnë kontekstin mes juve dyve. Po e diku ishte ideja që fjalla në shove Dolçen e unë nuk jam tipi i femrës që të kërcej me atë për t'u tregu para tjerve. Po. Edhe para një femre tjetër. Nuk e vuja gjë. Unë kërcej me atë se shioj me atë. Jo fjalla ty a tregoj femrave tjera që ja mu me atë. Jo, sa ajo është të ke fundit diçka personale. S'ke qa mu lavdruti me gjana tila. Ajo qka është personale, mbetet personale dhe të ke fundit kërkuj s'duhet mi interesu. Edhe me dash mi interesu, s'duhet mi interesu. A më merdi i nati që e bën me kast më diti u futën edhe Labi edhe Dolçen, na e prishën momentin. Nuk i pas, edhe pse kesh në dhomë të ndejës. Ne sa ishim bashku këshu? Nuk jam i sigur. Sa nisëm kërcim folim pak? Nuk, s'jam... Të dy erdhën me kast. Si kur jemi ne 15 vjeç këtu edhe hajde të qeshim duke pa Albën edhe Limi si kërcin. Sa erdhën me qeshme. Po unë edhe Limi nuk jemi për total nga vinë me qeshme. Nuk është të më interesu pjesa e tyne. Mu po më intereson ti që shumë djeve në ato momente. Mësë më përqi erdhaj nuk po më intereson. Ka do ma momentin, po.
Përderisa jemi të folë për ty edhe për ndjesin tonë dhe për momentin tonë pa pritur në ato momente, që se kështë menu që ka me ndodhë, ka vëzon që shumë ndjeve dhe aje pak shpirtnisht ma qetë. Mësë më thuj kë ajë, se s'më intereson. Për zotin, unë isha gati të mbinte të fikt në atë moment. Nga illoj për qafimi, nga aroma, nga ngroftësia, nga femiteti, nga përmbushe gjitha. pak? Jo tamam, se nuk e dhatë për qafimin ashtu si që kemi në. Po me gjitha të pa hiq nuk je. Nuk e di pse u tërhoq, sa nisi edhe vap një moment e ndali. Edhe pasaj tha, e lejmë për më vonë, jo para të tjerve. Ndërkohë që për më vonë tani e bën rolin. Nuk e qenë arsye ati që është tërheq, po ka faktor tjerë të cilë janë prezent Po, edhe mungojnë. e kuptoj edhe unë, se i thash edhe unë, jo kështu se për tjerët i thash. Ky tha s'ka gjë, po i japim tjerve pak dashni, pak energji. Okej, u kapën për qafe. Ama tani tha, më vonë do flasim, do bëjmë, edhe vetëm që nuk po vjen të flasim edhe të bëjmë. Edhe më tha që ka diçka të fole me mu, edhe unë kam diçka të flas me ato, edhe nuk po vjen. Ajo ka me ndodhë, kjo pritja... Po më shmanget. Jo, nuk ta bën me kast, nuk ta bën, do më thonë, definitivisht qëllimisht. Po pse me ndonë ti që po më shmanget sonte nga biseda? Nuk muj me ndërhy në tjetrin, edhe nuk e di pse ka me ndu. Se do të me hintru edhe me pyt pse në kokë më një mrena. Ajdin që ka bën, ju keni qenë qift prej kohës, keni qenë, do me thonë, lidhje. Tash është një situatë pak ma ndryshe, pak ma e veçantë në atë kuptimin, sa e sigurt ta që pa sigurt, keni përplasje se ato valët e detit. Dhe në kështu ngritje, bëm përplasje, ngritje, bëm përplasje. Do me thonë, buk falit si valë deti jeni. Edhe jo e dini, unë tash nuk muj me folë, se nuk di ku të gjosaj për këtë. Shumë po më shmanget. Anës juj, po thjesht për diskutoj disa pika që këtu pisha, po nuk ta bën qëllimisht. Thjesht e bindun. Po qa me ndonë ti se e bën? Nuk e di për çfarë arsye, po e di që qëllimisht nuk ta bën. Unë prej ka shumë, se din mu është i duk vetja. kujdeshëm, Alba të kom thonë, ajo shumë është i kujdeshëm. E di, ama unë mërzitem din shumë. çka bën. Ai din çka bën. Ta dish, ajo shumë i vedishëm për çdo veprim që e bën. Nuk pe mbroj se s'kom pse, as po që më intereson puna juj, po kur flasim, vërtetën, realitetin, rishtremt është një shprehje e fol drejt. Ai nuk... Ai e din shumë mirë çka është tu vepru. Sidomos në këtë raportin drejt teje, ajo shumë i vedishëm për çdo detaj, sa i përket vetvetes edhe ty. Edhe disi ju a tha edhe juve se dja e kuptuat një moment, tha, vetëm po ushtriva me Albën dhe kuptoni që jam lidh me Albën. është me vete, unë nuk është të dëshkët shtrije me atë në krevat që fjalla u lidhëm ne tani. E kena bërë njëra, më mendoj që ka qenë shumë gabim kështu. Ku e dim? Okej, se u lidhëm edhe u shtrim krevat, ama u ke që kuptu shumë situata, ku e di. Ka qenë reale, thjesht u shtrim. Dërko që është shtrime tjetërën këtu në krevat, e kupton? Nuk ka lezet, aje prishi fare, shkoj u shtrima atë në krevat, pa lidhje. Aty unë nuk ndërhy, nuk më interesan. Unë po flasë prapë po këtena te raporti te ti si ti. Nuk më intereson me konoshtrije dhe qka ka bo dhe te ka bo. është qështja ati personale që mu absolutisht nuk më intereson. Ashim du me folë, e më takon me folë sa e për këtë pjesës ti. Unë për vete për zotit si jam ratë, se të ashi me atë tjetërën shkoj e bëri gjitha, me puthje, me lëpirje, me përqafime, me afirmitete, me shtrirje në krevat. Ndërko që mu ma bërë rolin për një përqafim. Qysh e ndjeve veten në kratë e ti sot? Për zotin, unë isha në gjëndje këshu gati të bjetë fikt. Edhe nuk, edhin sikur vetëm doja ngecja në atë moment. Në momentet e frustrimit ndjeve letësim. Për zotin, unë doja të ngecja aty, isha gati në gjëndje sikur të bitë fikt. E pas, ishe shumë e frustrume. Për zotin, nuk... Ishe me të vërtet e frustrume. Edhe kur e ndjeva që aji sa u afru edhe vape shkputi,
E di si e ndjeva, sikur mu qa zemra mu qa, për zotin. Tani, o jam më budale, ose jam femra dhe jam e ndjeshme, unë nuk e kuptoj. Që kjo e dyta është ma... Kur nuk e kam ndjerë diçka tillë? Ma e arsyeshme. Kur nuk e kam ndjerë diçka tillë, kur nuk e kam ndjerë një afrimitet tillë. Ama ne kemi përqafimin që kur ne afrohemi, neve rrafjet e zemrës na bëhen njësh. Edhe ai përqafim nuk ishte që rrafjet e zemrës na bëhen njësh. Ishte më shumë kështu që përqafum para jush edhe fjala me ju dhënë ju pak dashni. Përqafim momental. Ishte përqafim momental, po jo ai përqafimi ndjeshëm që ne kemi ndërmjet njëri tjetrit. Dhe jo përqafimi real, sentimental. Ja, fiks. Edhe prandaj, unë ndjeva pak edhe si ofendume në atë moment se thash, unë nuk jam që dua të bëj thjesht përqafim momental me atë, dhe nuk dua të futem me thesin e njëjtë me femrat të tjera. Jo, gabim je. Mbarën faktorët, vendi, mbarët vendi, rethanat, më su shpreshto. E din, për atë lloj përqafimi më ka marrë malli, kur rrafjet e zemrës bëhen njësh, jo thjesht kështu momentale, e kupton? Dua ato. Limi, ti e tema, dije. Mos uj që nuk të thamë, po gjithë shka... E ndjeva. A ndjeve? Po gjithë shka është për të mirë. Shisi, kjo sikur... Ku di sikur jam thjesht një njeri i thjesht. Alba, krejt gjanat kanë më regullu. Mere vetëm pak ma shumë me të mirë. Kurseje vetë vetëm prej mërzinave të theksume, të prume, se munën me të orientu në shumë aspekte, nuk përfoli për këtu më nda bigur. Që ditem edhe diçka tjetër. Ja është edhe njëtën reale, ti munësh me pas më ndëjtë regullime. Nuk do kesh koncentrim për punës, do kesh koncentrim në takime për punës, do kesh koncentrim në familje. A di që do me thonë debalansi emocional. Qa kordosh, në muzikë është kur nuk shtimojnë instrumentet. Balans shpirtnor, dinama me këta budaliqe që po i bën, nuk e di. Tani, mu ma afro kështu, asaj tjetërës prapja kërkon robat, me ja regullu, me ja bë. Dërko, kur ishte ma tjetërën, mi kërkon të mu. Tani që u afru me mu, shkon ja kërkon asaj robat. Më falë pak. Për mu është ofendim ajo gjë. Edhe më falë tash unë e pak po të pës. A ndodhi që ajo biset që ishte e parapame, që ajo 3 orëshi, që aj 3 orëshi, që aj 4 orëshi, që i trunin jetu ma lujt për venit, që sa dit jetu tonë, do flas, për qëfar arsye, ku është shkaku? Po ja unë i shkët i flas, a i thot më le pak në hapësirën time. O në regu, shkaku? Po së di a i që ka. Jam mërzit, kam halët e mi, jam le në hapësirën time sot. Okej. Dërko që deri para përqafimit vinte, fliste, ngacmoheshte, bëheshte. Okej, mbase ka marrë momenti i dur. Mbase ka marrë momenti i dur, nuk ka qare. Po mu tani aty më rinë mendja. Mbase ka marrë momenti i dur, qare nuk ka. Sa do flasim pas primit? Pas primit e lodhemi. Jo, nuk ka lodhje për gjana shumë serioze. A më shera 2 që ma bën kështu, edhe radhën e kalume tha do flasim pas primit. Erdi pjesa pas primit, i lodhur jam për të fletë. Dhe që se bët atë të arditi, pas prajmi, para dreke, mas dreke, kam jarë momenti. Kam jarë momenti, po atë moment do shumë sigurt, shumë bindë, shumë me vepru, shumë kom gullë se derin pikën e fundit fjallës. Qajo që je, një risku shumë. Qajo që je, se në prajmë nuk të nalët la paqa, për tjertë me të lonë 20 orë folë, adresoja vetë vetës, këto për vetë vetën. Ama kam njësë përmisohem, apo? Po, shëqër zotit. Shumë ma mirë është dhe për ty, kur gjopë, shku me flajtë, ato kangë, Në të qakordun, ata kanë ose kam qajtë si budallë. Nuk zesha ven, një herë këtu, një herë atje, njerina në WC. Dolla për WC-s, mora me dalë jashtë, ja, u ktheva prapë. Unë jam bërë drama queeni. Lash nam, edhe ty të pa shumë keq ardit. Për zotin je shumë njeri i mirë. Unë nuk e di pse ty. Me ditë njerës farë shpirti komun. Ta kuptojmë, Mardi, ta kuptojmë. E zoti e din. Zoti e din. Po pse duhet vuj njerës të mirë? E qa me votash? O, se kuptoj, njerës të tjerë që ja fusin një mendje të lehtë, i shijojnë gjitha, i shijojnë. I shijojnë deri na dakit ku zoti mandej e merë fjallën edhe din qka që zhvepran. Pse mos me shiju pak edhe njerës të mirë? Ku është e keqja me shiju pak njerës të mirë?
Vjen. O diti, nuk jena 15 vjeç me Jo, vujt. jo. Unë 30, ti afër 40. Qfar afër 40, unë i kom kalu 40. Dukesh më i ri, prandaj. Unë e duk na shumë i ri, po qfar, unë e ty t'lu në goja. O diti, nuk është normale, për zotin. Pse më vlla me vujt njerëz të mirë, qa? A i kemi rënë qaf dikujta? Deri sot Për me jo. vujt? Deri sot jo. Pse me vujt, ma? Deri sot kërkujt në qaf, as i kom met, as i kom ra, as i kom vod diçka, kurën e kurës. Kur le del një, që tu e pres. E di, Që tu e pres e me di. mardh, pa mi informu me thonë që të arditje ma boni. E me hime më bo horë kështu. Life. Ja. Primes, kom pa keq për njerëzve, po primes kanë pa. Se qaq jam i kujdeshëm njetë, qaq jam i kujdeshëm në gjdo veprim që e bëj, sa që i beson për që ata dhe jam hargju diqysh. E kuptoj. Jam lodh vëmendje për gjithë shka të kushtu, kujdes këtu, kujdes me shoqni, kujdes në punë, kujdes në rrugë, kujdes në Unë e di qa mendoj diti për ty, nuk je lodh ti se ke bërë për të tjerët. Po. Ti je lodh nga fakti që ti kur të shofësh diçka për veten tënde, Pikërisht. familja për ty. Pikërisht. Se unë jam e sigur që ti po ta kesha dashnin e jetës dhe familjes, ti kur nuk lodhesh duke i ndihmu njerëzve. Jo, për ato nuk i bi pishman, për ato jam unë e krenarës, unë Ti qaj fakt tip jam. je lodh veç duke jam prit, lodh, krijosh familje. Po, a kjo është, nuk diskutohet, ajo ka vend që nuk e krasoj me kur gjo tjetër, po edhe unë jam njeri që po thusht, edhe unë e pres me më gëzu dikusha për diçka. Po, pra. Jo. Ja. E bën pa... Pa hile, pa interes, pa asni pra pa Po, di. e bën ndihmën pa kushte, se din që Zoti ta vlerëson, Zoti t'i kthen. Po, pra, o Zot, pse duhet me vujt ne që jena mirë? Se Nuk e unë di. me një tensioni, mu i mu bo shumë keq. Nuk e di. Gjumin ambël flej, mos u lodh, Do flej edhe unë s'kam pusha, qarë se bëj, që shtu përin dhe në 4, dhe në 5, ma ndesë unë pëqohemi, edhe me kangë, po na del gjumi. Edhe do shof do ha Stërvina diçka. përim shtrim. Atë hajtë të ditin do një gjë? Jo, vina mu. Po gjithsesi thash. Faleminderit shumë. Hece flej, tash atje, gjithë ditën s'nale turini edhe ndonë gjumit blujnë. Edhe ati e gjenë. Gjobre nuk i shans me flej, me zalla. Di ti fol ju pak, se të takon ty me fol. Pasha Zot, takon ty me fol.